Asë një qeverisin ti s'ka meritet e mija dhe më ka vërë pengesa, persekutim nga mjezin dark. Ky me gjithë paqavure që vëm pas meja atje. E më thua dhe mu ka gra. S'ka fare, s'ka. Po s'patën moralin për të qeverisur edhe performansën e dur, s'mi intereson se janë seksi gra. Nuk i shofë si femra, i shofë si njerëz kam punuar dhe me gra, shumë mirë. Po pra se burat janë më pak të korruptuar. Po s'ka punim, nuk e jep punim, se nuk i bëhet kjo këti populli. Ta vjedhësh shumë të mënyrë. Ta vjedhësh një merë gjysa gasin. Ky është turpër. Ta vjedhësh një me këtë gjohë me qela, me sërqela, që janë këto gangsterë e Shqipërisë. Ku shkonë më këtu? Ku të bënd të pabesimër, këti popull të vujtur? Nuk e merë të popull të nëzirësh, ta mamë nga erësira në dritë, të bësh lider. Ti thuash, kush është rruga ku do të shkojmë? Po me marifete, merë votat me timone, me dajre, pa program fare. Pse? Se i bleke atje ke vëndi. Program reforma në drejtësi pra? Integrimi i bashkimin në Europë, infrastrukturë, thëtë po që për një gjë jam anormal, që kam shumë thellë ka memorje. Ka pasur vetëm një program, 2013-ën, 17-ën, 21-ën, 25-ën, e ka marrë me galat, i mori. Dhe ja mori Saliut, që në 20 janar të vitit... Tani, ja mori ava, kjo është shtetë tjetër që ha një debat tjetër. Tani, unë të respektoj kur po pytin. Ja mori Saliut gangsterët që 20 janar 2011. Dhe e mësoj që për balë Saliut, për përmbaj pushtetin, duen gangsterët, duen oligarkët. Unë jam i bindur që këta oligarkë, një pjesë madhe pasurisë tyre nuk e kanë tyre, për janë personome. Dhe prandaj, ne sa kemi filluar, akoma së shapur mirë, kur tapet e derë atje, kur të shkojnë minimumi nga 100 dhe 300 dit ose një javë, kjo është toleranca ime, atje, e të mos dalin, të hynë e mos dalin, si Singapur, atëherë do bëhet Shqipëria. Ne po kërkojmë ta çajmë të digë korrupsioni dhe qëndresen nëpërmjet kompromisit dhe pazare politike. Të shkojnë e të mos dalin dhe të zerohet pasuria. E kam përzierë pasurinë e hajrin pasurinë Arram të keqe. Aty mbaj, ajo është ne që e njohim si jurist, e dim që është mjet për pasurimin e produktës së veprës penale, pra ke marrë rrogën ti, po merr dhe krediti me Demek, edhe ble një apartament ti që nuk e lan të rjetën, po me Demek ke marrë kredin. Ne i dim mirë. Janë manualet se si luftohet pasurin për arabe dhe në funksion të ligjit antimafia që themi ne. Kështu që kjo punë, jo se nuk kanë ditur njerëzit, po s'ka pas buni, e prishi bunin, edhe ka bërë dhe ka këthyre policin bandit, ja ku kemi arë sot. Shteti ka rënë. Këta thanë, jo po i vuni emër. Unë i vej i emër me gojën plot. Banditokraci. Shteti ka rënë. Tu është për të folë për procedura, si të shkojmë qeveri teknike, për të mos bërë një hap rotacion, thjesht. Po të hapim institucion shëmësiu për vizionet të reja. Ore, do bëhet kjo vënd, apo të zdo bëhet. E qartë se jemi në limite, do vitet me një pyetje. Shiko, që kur fillum, 20 minuta unë prita.